Pse nuk duhet ta thani kur fytyrën me peshqir? Gabimi që po ju shkakton rrudha dhe akne. Lëkura e njeriut është organi më i madh i trupit, një barierë komplekse dhe delikate që na mbron nga bota e jashtme. Por shpesh ne trajtojmë atë me një ashpërsi që nuk e meriton. Një nga veprimet më rutinë, pothuajse mekanike, që bëjmë çdo mëngjes dhe mbrëmje pasi lajm fytyrën, është kapja e peshqirit që varet pranë lavamanit. Ky gest, që duket kaq i pafajshëm dhe higienik, është në fakt një nga armiqt më të mëdhenj të shëndetit të lëkurës son. Kur mendojmë për kujdesin ndaj lëkurës, mendja na shkon menjëherë te serumet e shtrenjta, kremrat hidratues me emra të vështirë për të shqiptuar ose trajtimet lazer. Por, rrallëherë ndalemi të mendojmë se mjeti që përdorim për të tharë fytyrën mund të jetë duke i zhbërë të gjitha përfitimet e produkteve tona cilësore. Ky zakon i vjetër, i trashëguar brez pas brezi, fsheh pasojat e rënda që nisin nga niveli mikroskopik dhe përfundojnë në shenja të dukshme si aknet inflamatore dhe rrudhat e parakohshme. Për të kuptuar pse peshqiri është problematik, duhet së pari të kuptojmë strukturën e lëkurës së fytyrës. Ndryshe nga lëkura e trupit, ajo e fytyrës është shumë më hollë dhe ka një densitet më të lartë të gjendrave dhjamore dhe receptorëve nervor. Sipërfaqja e saj mbrohet nga ajo që quhet manteli acid, një shtresë hollë yndyrore dhe djerse që ruan fënë e lëkurës në nivele optimale, rreth 4-7 deri në 5-75. Kur ne marrim një peshqir, qoftë ai edhe i butë në dukje, dhe fërkojmë mbi lëkurë, ne po aplikojmë një forcë mekanike që kjo barrierë nuk është projektuar ta përballojë vazhdimisht. Fërkimi shkakton mikrotregti, dëmtime aq të vogla sa nuk shihen me sy të lirë, por që janë të mjaftueshme për të krijuar një hyrje për baktere. Peshqiri i banjës, sado i pastër të duket, është një rezervuar i vërtet mikroorganizmash. Lagështia e banjës, nxehtësia dhe fibrat e peshqirit krijojnë habitatin perfekt për rritjen e baktereve si Staphylococcus aureus dhe coli. Sa herë që peshqiri qëndron i varur dhe i lagur, këto bakrete shumohen me një shpejtësi marramendse. Kur e vendosni atë peshqir në fytyrën tuaj sapo të larë dhe të pastër, ju po bëni asgjë tjetër veç se po transferoni një ushtri bakteresh direkt në poret tuaja. Ky proces është shkaktari kryesor i asaj që dermatologët e quajnë akne mekanike, ose përkeqësimi i akneve ekzistuese. Bakteret bllokohen brenda poreve të irrituara nga fërkimi, duke shkaktuar inflamacion, skuqje dhe qelbëzim. Por dëmi nuk ndalet vetëm te aknet. Problemi tjetër i madh që shqetëson çdo që kërkon të ruajë rininë e lëkurës janë rrudhat. Rrudhat nuk shkaktohen vetëm nga kalimi i kohës apo gjenetika. Një pjesë e madhe e plakjes së lëkurës vjen nga traumat e jashtme. Kur e fërkojmë fytyrën me peshqir, ne tërheqim lëkurën në drejtime të ndryshme. Kjo tërheqje e përsëritur 2 herë në ditë, 365 ditë në vit, shkatëron fibrat e elastinës dhe kolagjenit. Elastina është ajo që e lejon lëkurën të kthehet në vend pas një lëvizjeje, ndërsa kolagjeni i jep strukturën dhe plotësinë. Me kalimin e kohës, ky stres mekanik bën që lëkurë të humbasë elasticitetin e saj, duke çuar në varjen e indeve dhe krijimin e vijave të holla, veçanërisht rreth syve dhe gojës, ku lëkura është më delikate. Një aspekt tjetër që shpesh neglizhohet është mbetja e detergjentit dhe zbutësit të rrobave në fibrat e peshqirit. Kimikate që përdoren për të larë peshqirët janë krijuar për të qenë të fortë dhe për të lënë aromë. Këto substanca mbeten në peshqir edhe pas shpëlarjes. Kur peshqiri bie në kontakt me lëkurën e lagur dhe poret e hapura, këto kimikate penetrojnë thellë, duke shkaktuar dermatiti kontakti ose thjesht një irritim kronik që e bën lëkurën të duket e gjindosur dhe pa jetë. Për më tepër, tharja e plot me peshqir e lë lëkurën të etur. Gabimi që bëjnë shumica është se e thajnë fytyrën derisa ajo të mos ketë asnjë pikë uji. Në këtë gjendje, lagështia e brendshme e lëkurës fillon të avullojë me shpejtësi në ajër, një proces i quajtur humbja transepidermale e ujit. Nëse aplikoni hidratuesi mbi një lëkurë plotësisht të tharë me peshqir, ai nuk do të përthithet aq mirë sa do të përthithej mbi një lëkurë pakës të njomë. Për të kuptuar thellësinë e këtij problemi, duhet të zhvendosemi nga sipërfaqja e dukshme e banjës son në botën mikroskopike që gjallon brenda fibrave të një peshqiri të zakonshëm pambuku. Shumë njerëz besojnë se nëse një peshqir përdoret vetëm për të fshirë një trup ose fytyrë të sapolar, ai mbetet i pastër. Ky është miti i parë që duhet thyer. Në fakt, peshqiri është një nga objektet më të ndotura në shtëpinë tuaj, shpesh duke rivalizuar edhe kapakun e tualetit për sa i përket ngarkesës bakteriale.
Laboratori i padukshëm i baktereve. Kur ju fshini fytyrën, peshqiri nuk thith vetëm ujin. Ai vepron si një magnet që mbledh qelizat e vdekura të lëkurës, të cilat në nxjerrim me miliona çdo minutë. Mbetjet e yndyrës natyrale, sebumit, dhe çdo mbetje sapuni apo mjedisore që nuk është shpëlar plotësisht. Këto elemente bëhen ushqim për mikroorganizmat. Banja është mjedisi ideal për rritjen e baktereve sepse kombinon 3 faktorë kritik: lagështinë e lartë, temperaturën e ngrohtë dhe mungesën e qarkullimit të mjaftueshëm të ajrit. Kur peshqiri qëndron i lagur për orë të tëra, ai kthehet në një inkubator. Bakteret si Propionibacterium acnes, që janë përgjegjëse drejt për shpërthimet e akneve, gjen stre në lagështinë e fibrave. Sa herë që ju e përdorni atë peshqir përsëri, ju po i rimbillni këto baktere në lëkurën tuaj, duke krijuar një cikël të pafundëm infeksioni që asnjë larës fytyre nuk mund ta luftojë dot. Trauma mekanike dhe mikroshqyerjet. Nëse shohim lëkurën në mikroskop gjatë procesit të fshirjes me peshqir, pamja është alarmante. Edhe peshqirët që na duken të butë, si ata prej pambukut cilësor, kanë fibra që veprojnë si shara të vogla mbi barierën lipidike të lëkurës. Fërkimi i ashpër shkakton ato që quhen microtears ose mikroshqyerje. Këto dëmtime janë aq të vogla sa nuk shkaktojnë gjakderdhje, por janë mjaft të mëdha për të kompromentuar integritetin e lëkurës. Kur bariera dëmtohet, ndodhin 2 gjëra negative simultanisht: humbja e lagështisë. Uji që ndodhet brenda qelizave tuaja del jashtë më lehtësisht, duke lënë lëkurën të dehidratuar dhe të gjindosur. Penetrimi i irrituesve. Ndotja e ajrit, pluhuri dhe kimikatet e produkteve depërtojnë më thellë në shtresat e lëkurës, duke shkaktuar inflamacione kronike. Ky inflamacion kronik është vrasësi i heshtur i kolagjenit. Trupi, në përpjekje për të riparuar këto dëmtime të vogla të vazhdueshme, shpenzon energji dhe burime që normalisht do të duhej të shkonin për rigjenerimin e qelizave dhe ruajtjen e elasticitetit. Rezultati: një lëkurë që plaket para kohe, që humbet shkëlqimin dhe që fillon të shfaqë rrudha në zona ku zakonisht nuk duhet të kishte, si pjesa e sipërme e mollëzave apo balli. Problemi me detergjentët dhe zbutësit. Një aspekt tjetër që shpesh injorohet është procesi i larjes së vetë peshqirëve. Për t'i mbajtur ata të butë dhe me aromë të mirë, shumica e njerëzve përdorin sasi të mëdha zbutësi rrobash. Zbutësit e rrobave punojnë duke veshur fibrat me një shtresë dylli kimik. Kjo shtresë e bën peshqirin më pak thithës, por mbi të gjitha, ky dyll transferohet në lëkurën tuaj. Ky film kimik mund të bllokojë poret komedogenit, duke çuar në pika të zeza dhe puçra në lëkurë. Për personat me lëkurë të ndjeshme, mbetjet e parfumeve artificiale në peshqir mund të shkaktojnë ekzem ose skuqje që shpesh keq interpretohen si alergji ndaj ushqimit apo produkteve kozmetike. Pse tharja me ajër ose me letër është alternativa e vetme? Nëse vëzhgoni rutinat e kujdesit të lëkurës në vendet aziatike, veçanërisht në Korenë e Jugut, do të vini re se përdorimi i peshqirit për fytyrën është pothuajse tabu. Ata praktikojnë metodën dump skin, lëkura e lagur. Ideja është që pas larjes, fytyra të mos preket me asgjë. Uji i tepërt mund të largohet duke goditur lehtë fytyrën me majat e gishtave, tapping, gjë që stimulon edhe qarkullimin e gjakut dhe drenazhin limfatik. Duke lënë lëkurën pakës të lagur, ju krijoni mjedisin ideal për aplikimin e produkteve pasuese. Kur aplikoni një serum me acid hyaluronik ose një hidratues mbi lëkurë të njom, produkti kap molekulat e ujit në sipërfaqe dhe i tërheq ato brenda në derm. Kjo rrit efikasitetin e produkteve tuaja deri në 5 herë. Nëse nuk keni kohë që lëkura të thahet vetë, opsioni më i sigurt mbeten pecetat e letrës një përdorimëshe, pa aromë. Ato janë sterile, nuk kanë baktere të grumbulluara dhe përdoren vetëm duke i shtypur lehtë mbi lëkurë, pas një lëvizje fërkuese. Çdo tip lëkure ka një mekanizëm mbrojtës të ndryshëm, dhe peshqiri ndërhyn në këto mekanizma në mënyra që shpesh çojnë në diagnostikime të gabuara të problemeve të lëkurës. Reagimi i lëkurës së yndyrshme. Paradoksi i peshqirit. Shumë njerëz me lëkurë të yndyrshme besojnë se fshirja e fortë me peshqir ndihmon në heqjen e tepërt të yndyrës dhe pastrimin e poreve. Në fakt ndodhe kundërta. Kur ju e fërkoni fytyrën për ta tharë plotësisht, ju po i dërgoni një sinjal alarmi gjendrave dhjamore. Lëkura e percepton tharjen e menjëhershme dhe fërkimin si një agresion që po i vjedh vajrat e saj natyral mbrojtës.
Si kundër përgjigje, gjëndrat fillojnë të prodhojnë edhe më shumë sebum për të kompensuar humbjen. Rezultati është një lëkurë që bëhet edhe më e yndyrshme brenda pak orësh, duke rritur shanset për bllokimin e poreve dhe krijimin e pikave të zeza. Përdorimi i peshqirit këtu vepron si një katalizator për një cikël vicioz yndyre dhe inflamacioni. Lëkura e thatë dhe e ndjeshme, shkatërrimi i barrierës. Për ata me lëkurë të thatë, peshqiri është akoma më i dëmshëm. Lëkura e thatë ka natyralisht një barrierë lipidike më të dobët. Fërkimi me fibra pambuku, sado të buta, shkakton qarje mikroskopike që lejojnë lagështinë e mbetur të avullojë menjëherë. Në momentin që lëkura pikon pas larjes, ajo është në gjendjen e saj më elastike. Nëse e thani me peshqir, ju e privoni atë nga mundësia për të përthithur ujin e tepërt. Për më tepër, lëkura e ndjeshme reagon ndaj fërkimit me histamin, një substancë që shkakton skuqje dhe kruarje. Shumë njerëz që mendojnë se kanë rosacea ose alergji kronike, në fakt kanë thjesht një barrierë të dëmtuar nga mënyra se si e thajnë fytyrën. Shkenca e rrudhave. Pse peshqiri ju plak më shpejt se dielli? Ndërsa dielli shkakton fotoplakje përmes rrezeve V, peshqiri shkakton atë që quhet plakje mekanike. Humbja e elasticitetit. Fërkimi i përsëritur tërheq fibrat e kolagjenit. Imagjinoni një llastik që tërhiqet çdo ditë me forcë. Me kalimin e kohës, ai nuk kthehet më në formën e tij fillestare. Kjo është ajo që ndodh me konturet e fytyrës tuaj. Glikacioni dhe inflamacioni. Procesi i fërkimit krijon nxehtësi mikroskopike. Kjo nxehtësi mund të përshpejtojë proceset inflamatore që dëmtojnë proteinat e rinisë në lëkurë. Zona e syve. Kjo është zona ku gabimi është fatal. Lëkura rreth syve është 5 deri në 10 herë më e hollë se pjesa tjetër e fytyrës. Fshirja e syve me peshqir pas larjes është rruga më e shpejtë drejt rrudhave crosfeet, këmbët e sorrës dhe qeseve nën sy, për shkak të dëmtimit të kapilarëve të vegjël dhe tërheqjes së lëkurës aq delikate. Mikrobioma e banjës, një kërcënim i heshtur. Një studim i kryer në Universitetin e Arizonës zbuloi se 90% e peshqirëve të banjës ishin të kontaminuar me baktere koliforme, dhe rreth 14 i kishin gjurmë të koli. Kjo ndodh sepse sa herë që shkarkoni tualetin, pika mikroskopike uji aerosole shpërndahen në ajër dhe ulen mbi sipërfaqet e lagura, siç është peshqiri juaj. Kur ju e përdorni këtë peshqir në fytyrë, ju po bëni një transplant të padëshiruar të baktereve fekale dhe mjedisore direkt në poret tuaja. Për dikë që vuan nga aknet, kjo është sikur të hedhësh benzinë mbi një zjarr që tashmë po digjet. Ky koktej mikrobik thyen ekuilibrin e mikrobiomës së lëkurës, duke lejuar që bakteret e dëmshme të mbizotërojnë mbi ato të mira. Teknikat e reja, si ta thajmë fytyrën si profesionist. Nëse peshqiri është jashtëloje, çfarë duhet të bëjmë? Ka disa metoda që po revolucionarizojnë botën e dermatologjisë. Metoda etap 3 me majat e gishtave. Pas larjes, përdorni duart e pastra për të shtyrë ujin e tepërt drejt mjekrës që të pikojë poshtë, dhe më pas goditni lehtë lëkurën me majat e gishtave. Tharja me ajër, air drying, është metoda më e sigurt. Thjesht prisni 30-60 sekonda. Ndërkohë që lëkura është ende 10 i e lagur, aplikoni serumin tuaj. Uji do të shërbejë si mjet transporti për përbërësit aktiv. Pecetat prej pambuku një përdorimëshe. Nëse nuk mund të prisni, ekzistojnë peceta të krijuara posaçërisht për fytyrën që janë sterile dhe hidhen pas çdo përdorimi. Ato nuk fërkohen, por vetëm shtypen mbi lëkurë për të thithur lagështinë e tepërt. Për të kuptuar pse efikasiteti i rutinës suaj të shtrenjtë të kujdesit ndaj lëkurës po sabotohet, duhet të shohim se si tharja me peshqir ndikon në përthithjen e përbërësve aktiv si vitaminas, retinoli dhe acidi hyaluronik. Ky është momenti ku kimia e lëkurës takohet me fizikën e thjeshtë. Barriera e kompromentuar dhe përthithja e produkteve. Kur e fshini fytyrën me peshqir, ju po hiqni një shtresë jetësore të ujit që shërben si autostradë për molekulat e produkteve tuaja. Imagjinoni një sfungjer të tharë plotësisht në diell. Nëse hidhni një pikë sapun mbi të, sapuni thjesht do të qëndrojë në sipërfaqe. Por, nëse sfungjeri është pak zinjom, sapuni penetron menjëherë në brendësi. E njëjta gjë ndodh me lëkurën tuaj. Shumica e serumeve moderne janë të formuluara që të jenë hidrofilike, të duan ujin. Duke e tharë fytyrën me peshqir, ju po krijoni një sipërfaqe të ashpër dhe të dehidratuar. Kur aplikoni retinolin mbi këtë sipërfaqe të dëmtuar nga fërkimi i peshqirit,
Rreziku i irritimit rritet në mënyrë eksponenciale. Mikroçarjet e krijuara nga fibrat e peshqirit lejojnë që produktet e forta si retinoide të depërtojnë në mënyrë të pabarabartë dhe shumë të thellë në disa zona, duke shkaktuar atë që njihet si retinoid burn ose djegja nga retinoli. Ndikimi i pit dhe mbetjeve të ujit të rubinetit. Uji i rubinetit në shumë zona është ujë i fortë, që do të thotë se përmban nivele të larta të mineraleve si kalciumi dhe magnezi. Kur e lani fytyrën, këto minerale mbeten në lëkurë. Nëse përdorni një peshqir për ta fërkuar fytyrën, ju në fakt po i ngjisni këto minerale më thellë në poret tuaja dhe po i shpërndani ato në mënyrë agresive. Kjo mbetje minerale ndryshon fin natyral të lëkurës. Lëkura ka nevojë për një pH acid për të mbajtur larg bakteret e akneve. Peshqiri, duke hequr mantelin acid dhe duke lënë pas mbetje detergjenti nga larja e peshqirit dhe minerale uji, e kthen lëkurën në një mjedis alkalin. Në një mjedis alkalin, enzimat që shkatërrojnë kolagjenin bëhen më aktive, ndërsa procesi i vetriparimit të lëkurës ngadalësohet. Ky është shpjegimi shkencor sepse fytyra juaj mund të ndjehet e tërhequr dhe e tharë menjëherë pas fshirjes. Analiza e materialeve. Pse as pambuku bio nuk ju shpëton? Shumë njerëz investojnë në peshqir pambuku organik, duke menduar se po bëjnë zgjedhjen e duhur. Megjithatë, problemi nuk qëndron te origjina e pambukut, por te struktura e tij fizike. Fibrat e pambukut janë natyralisht absorbuese, por ato gjithashtu ka një strukturë lakore që është krijuar për të kapur grimca. Në nivel mikroskopik, këto lakore veprojnë si grepa të vegjël. Kur lëkura juaj është e lagur, ajo është në gjendjen e saj më të ndjeshme dhe më të butë, hyperhidratet. Në këtë gjendje, rezistenca e lëkurës ndaj gërvishtjeve është në minimum. Përdorimi i peshqirit të pambukut mbi lëkurë të lagur është e barabartë me përdorimin e një letre smeril shumë të hollë mbi një sipërfaqe mëndafshi. Glikacioni i fshehur dhe plakja e shpejtuar. Një tjetër proces që nxitet nga trauma e vazhdueshme e peshqirit është një formë lokalizuar e inflamacionit që mund të kontribuojë në stresin oksidativ. Kur qelizat e lëkurës stresohen mekanikisht çdo ditë, ato lëshojnë citokina inflamatore. Këto citokina sinjalizojnë trupin që të dërgojë qeliza mbrojtëse në zonë. Por kur ky proces është kronik, siç është fshirja e fytyrës 2 herë në ditë, ai fillon të gërryejë strukturat mbështetëse të lëkurës. Rezultati nuk shihet brenda një nate, por pas 5 ose 10 viteve. Personat që kanë braktisur peshqirin raportojnë një lëkurë shumë më plumb, të plotë dhe më pak të prirur ndaj vijave të holla në zonën e mollzave, ku peshqiri zakonisht ushtron presionin më të madh. Tranzicioni drejt tharjes pa peshqir. Çfarë të presësh? Nëse vendosni sot të mos e prekni më fytyrën me peshqir, javën e parë do të vëreni diçka interesante. Lëkura juaj mund të ndjehet e çuditshme në fillim, sepse jeni mësuar me ndjesinë e pastërtisë së tharë, sqyja kyclean, por pas 7-10 ditësh do të vëreni se skuqja pas larjes zhduket. Lëkura nuk do të jetë më irrituar. Hidratimi zgjat më shumë. Kremrat do të kryejnë punën e tyre më mirë. Aknet e vogla, pikat e bardha reduktohen, sepse nuk po transferoni më baktere nga peshqiri i varur në banjë. Për ta mbyllur këtë cikël analizash mbi rreziqet e peshqirit dhe për të vulosur transformimin e rutinës suaj, duhet të flasim për atë që dermatologët e quajnë rregulli 3 sekondave dhe ndikimin afatgjat të braktisjes së peshqirit në mikrobiomën e fytyrës. Rregulli i 3 sekondave. Sekreti i hidratimit të thellë. Ky rregull, i cili ka origjinën në ritualet e kujdesit të lëkurës në Japoni dhe Korenë e Jugut, thotë se dritarja e mundësive për të ushqyer lëkurën tuaj mbyllet vetëm 3 sekonda pasi keni mbaruar shpëlarjen me ujë. Sepse procesi i avullimit, evaporimit fillon menjëherë. Kur përdorni një peshqir, ju e kaloni këtë dritare kohore duke u fokusuar në tharjen mekanike. Duke eliminuar peshqirin, ju fitoni këto sekonda kritike. Në momentin që mbyllni rubinetin, ndërsa lëkura është ende e ngopur me lagështi, duhet të aplikoni menjëherë tonikun ose serumin. Kjo metodë e vulosjes së ujit, moisture sandwich-ing, e bën lëkurën të duket më e shkëlqyeshme dhe më e lëmuar, duke reduktuar dukshmërinë e rrudhave të shkaktuara nga dehidratimi sipërfaqësor. Mikrobioma, nga lufta në harmoni. Peshqiri i banjës nuk është thjesht një mjet tharjeje. Ai është një mjet shfarosjeje për bakteret e mira që jetojnë në fytyrën tuaj.
Lëkura jon ka një ekosistem delikat mikroorganizmash që na mbrojnë nga infeksionet. Kur fërkojmë fytyrën me një peshqir që ka qëndruar në lagështinë e banjës, ne po bëjmë dy gjëra të dëmshme. Po vrasim bakteret mbrojtëse përmes fërkimit mekanik dhe mbetjeve të detergjentit. Po prezantojmë patogjen të huaj. Bakteret që riprodhohen në fibrat e peshqirit nuk i përkasin ekosistemit të fytyrës dhe shkaktojnë inflamacion që çon në akne. Duke e lënë lëkurën të thahet vetë, ose duke përdorur goditje shumë të lehta me majat e gishtave, ju lejoni që mikrobioma juaj të stabilizohet. Pas disa javësh pa peshqir, shumë njerëz vërejnë se lëkura e tyre bëhet më pak reaktive dhe më pak e prirur ndaj skuqjeve të papritura. Përmbledhja e një ndryshimi që kushton 0 lek. Nëse investoni €100 në produkte, por vazhdoni ta fërkoni fytyrën me peshqirin e banjës, ju po ecni me një këmbë të thyer në një garë maratone. Ndryshimi i këtij zakoni është ndoshta hapi më i thjeshtë dhe më i lirë drejt një lëkure perfekte. Hapat që duhet të ndiqni që sot: hidhni peshqirin e fytyrës, ose përdoreni atë vetëm për trupin dhe flokët. Pranoni lagështinë. Aplikoni produktet mbi lëkurë të njomë. Përdorni ajrin ose gishtat. Nëse keni shumë ujë, goditni lehtë lëkurën derisa të mbetet vetëm një cipe holl lagështie. Vëzhgoni progresin. Pas 28 ditësh, kohëzgjatja e një cikli të plot të rigjenerimit të qelizave, do të shihni një lëkurë më të fortë, më të pastër dhe dukshëm më të re. Ky ishte udhëtimi ynë drejt kuptimit të një gabimi të vogël me pasoja të mëdha. Lëkura juaj do t'ju falenderoj çdo herë që do të kaloni pranë peshqirit pa e prekur atë.